Të Vjosa Osmanit për dekretin e shpërndarjes së kuvendit dhe impaktin që ka pasur duke nxitur reagime të forta nga lëvizja vetëvendosja, e cila këtë herë ka shprehur hapur pak natësin me tone më të ashpra se më parë, ndryshe nga viti 2024, kur kritikat ishin pak më të rezervuara, tani përplasja politike duket më e thellë dhe më publike. Pse është ashpërsuar në fakt gjua politike në këtë moment, a do të ndikoj kjo në stabilitetin e vendit, stabilitetin politik, dhe çfarë pritet nga vendimi i gjykatës kushtetuese? Këto janë disa nga pyetjet që do të mundohem të japim përgjigje me një super panel ku të ftuar në studio kam zonin Aida Dërguti, kënaqësi të jesh me ne zonja Dërguti. Kolegu dhe miku im gazetar Ardian Gaxheri është me ne, kënaqësi të jesh me ne zotri Gaxheri. Se dhe i pashmangshëm në këtë diskutim, sidomos për gjuhën e ashpër është edhe miku i emisionit ton Azdren Shala, kënaqësi të jesh me ne zotri Shala. Shumë faleminderit, Klan, unë besoj që pyga me pyg në zirët. Do ta kemi rastin ta diskutojmë me njëherë pas një klipit të cilin do ta ndjekim, një storie të përgatitur nga kolegu im gazetar Flamur Gajtani. E shikojmë materialin, kthehemi në studio për bisedë. Triligje u aktheu prapa, por për to zë nuk bën. Lëvizja vetëvendosje ishte krejt e heshtur kur në fundin e 2024-s, presidentja Vjosa Osmani nuk u dekretoi projekt ligjin për Këshillin e Sigurisë, ato për mbrojtjen e konsumatorit, si dhe për sigurime shëndetësore. Por partia Albin Kurtit u vërsol kundër shefës së shtetit në minutat e para, kur ai nxorri dekretin për shpërndarjen e legjislaturës së 10. Kursimi i Osmanit atë bot nga VV-ja, për dykën nuk ka qenë rastësi. Ajo bëhet me një skenar për të dukur se nuk ka një përplasje nderinstitucionale mes presidencës dhe qeverisë, por sigurisht se kjo mund të ruhet në një moment më të favorshëm kur paramendohet se do të mund të ketë edhe zgjedhje të jashtëzakonshme. Nga atëherë nuk pati kuvend funksional, por procedura është që kriju kuvendit duhet brenda 4 javësh të kërkojë raport kryetarit të komisionit përkatës para se të qohen për rimiratim. Raporti i komisionit të merret parasysh dhe të dërgohet në kuvend. Nëse kuvendi prapë voton me 61 vota, atëherë kjo i bie që bjen poshtë edhe vetoja e presidentes pra që t'i kthej këtu ligje. Osmani refuzoi ligjet me pretendimin e shkeljeve kushtetuese, por të tilla gjatë këtyre 5 vjetëve kishte me bullak. Të njëjtat vetëse kanë kaluar edhe filtrin e presidencës në këtë rast, që presidentja nuk i ka kthyer ato ligje të cilat gjykata kushtetuese i ka konsideruar në kundërshtim me kushtetutën. 2 javë pas konstituimit si vjet, Albelina Agjiu si kryeparlamentare i ka dërguar Komisionit për Ekonomi rishikimin e ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, por ky proces vazhdon të jetë i bllokuar pas masës pezulluese. Zonja Dërguti, po shpërsot pak gjua në varësi të momentit, jo në varësi të veprimit apo impaktit që mund ta ketë ai veprim. Në fakt, paralajmërimet e zotit Kurti kanë qenë për një ballafaqim shumë të ashpër në momentin që zonja Osmani pra del nga zyra e presidentes. Pa hoxhu ka qenë njërë nga intervistat ku zoti Kurti tha që pasi dilni prej është paralajmërim apo është paralajmërim. Ndërkohë mendoj që megjithatë shpërsimi nuk është në nivelin që pritet të jetë në momentin kur fillohet fushata zgjedhore apo në momentin kur zonja Osmani del nga zyra e presidencës. Sidoqoftë, mendoj që kjo fazë... Çkafit i kontribon kjo? Kjo është ushqim për masën, kjo është përsim? është pozicionim sepse ata tashmë, domethënë, qysh në zgjedhjet e vitit 2021, kanë arritur ta mobilizojnë një elektorat të caktuar, e cila solli 21%, 51% në parni, dhe me 28 dhjetor nuk u kuftua kjo çarja. Mendoj që ai entuziazmi i atij elektoratit ku ishte bashk zonjën Osmani me zotin Kurti, vazhdoj të jetë edhe në zgjedhjet e 28 dhjetor, sepse në opinion nuk u vrejt për shumicën e votuese, nuk u vrejt ndonjë lloj çarje. Tashmë në garën ashme do t'i kemi këta dy përballë dhe i njëjti elektorat i cili si të bashkuar i votoj, me siguri do të ripozicionohen karshi njërit apo tjetrit, dhe kjo do të prodhoj natyrisht edhe një rezultat tjetër elektoral, një rezultat tjetër, por sa e si varet nga gara e tyre, nga ajo që ata do të prezentojnë dhe këtë situash qarjen e tyre dhe prishjen e tyre dhe ndarjen e tyre se si do ta plasojnë në publik. Pra është shumë i rëndësishëm
rrëfimi që do të krijojnë për gjithë këndarje. Kemi Po dëgjuar... rrëfimin base nuk do të mund të afshejnë rrëfimin. Po, një fjalë tha zonja Osmani për planin e rrezikshëm, apo në një farforme i nuk kuptoj si njerëz të rrezikshëm, si njeri të rrezikshëm për zoti Kurti, i cili u përmbajt nga çfarë do lloj komenti dhe këto pritet të shpërfasen gjatë garës se çfarë do të flasin për njëri tjetrin dhe kush kënd do ta fajsoj më shumë që do të jetë edhe në një farforme orientimi i elektoratit të përbashkët deri me 28 dhjetor. Agazher, kjo gjuhë po bëhet për orientimin e elektoratit, apo realisht ka vend në bazë të veprimeve të cilat i ka bërë zonja Osmani, apo zotri Kurti në anën tjetër? Shiko, kjo është politik dhe pa dyshim që se cili politik bërës lufton për të marrë sa më shumë pushtet edhe vot, pa dyshim. Zotri Kurti, me thonë drejten, kozja politikan, po në del në raport me politik bërjen me këta politik bërësit tjertë Kosovës. Po çka nuk kuptohet për shembull, sepse do doja të di këtu, thoni se na del zotri Kurti kozja politikan. Mirë, çfarë do thot politikani mirë për Kosovën? A kishim ne komoditetin që të ta bim vendin në këtë pozicion duke marrë parasysh pjesëmarrjen e zonjës Osmani në bordin e paqes? Mesazhi dhe simbolika që ndodhen gjatë takimeve me zotin Trump, besoni se kjo është një politikë e mirë e zotrit Kurtit, ta sillim vend në këtë moment, në këtë pikë? Unë sa po e thash kroni që zotri Kurti është politikani i zoti për këta politik bërësit e Kosovës, por nuk është politikani mirë për Kosovën. Sa po e thash para se të ma bënit pyetjen. Dhe këtë e them duke u bazuar në faktin se zonja Osmani për shembull po e ndërlidh me këtë. Zonja Osmani diku në qershor, 15 qershor të vitit 2023 ka deklaruar në Kuvendin e Kosovës se dikush po luan bigjaz me fatin e Kosovës. Dhe në vitin 2024, nuk e di datën e saktë, do me thonë diku një 5-6 muaj mbrapa, 7-8 muaj ndoshta, nuk e di saktësisht, zotri Kurti ja dërgon 3 ligje antikushtetuese zonjës Vjosa Osmani. Këto ligje antikushtetuese unë i shoh si një provokim ndaj zonjës Osmani për të ditur se deri ku qëndrojnë bashk edhe deri ku qëndrojnë larg këta dy persona. Dhe momentin që zonja Osmani i kthen ato ligje për rishikim, sepse duhet të dim që ato ligje nuk janë ligje që janë nuk bëjnë mo. Thjesht ajo e ka vetëm presidenciale që të quhet dhe vetëm presidenciale ka mundësi që t'i dërgojnë në rishikim. Dhe kur dërgojnë në rishikim në kuvend, në qoftë se kuvendi dënë gjithsesi t'i miratoj ato me 61 vota, ato fuqizohen pa dekret presidencial. Zotri Kurti, do me thone, ka pas topin kur e ka kthy ajo këto ligjet, presidentja, ai ka mujt me i fuqizu ato ligje në qoftë se ka pas problemin tek ligjet, po ai se ka pas problemin tek ligjes. Unë besoj që ai ka dasht përveç që brenda atyre ligjeve i ka fut sepse janë ligje komplet antikushtetuese dhe zonja Osmani e përgëzoi për mënyrën e elaborimit të arsyeshmërisë pse ato ligje nuk kalojnë dekretin presidencial, sepse nuk jep opinione aty personale as subjektive, por janë të gjitha objektive dhe këto pro arsyetimet janë publike dhe gjithë mundemi me i pa, e shohim se si i ka arsyetu zonja Osmani, po thjesht zotri Kurti ka futur interesat e partisë dhe njerëzve të tij brenda atyre ligjeve, në anën tjetër brenda atyre ligjeve me një gur 40 që ka thonë populli. Përveç kësaj, nëse do kalonin, këto ligje ai do e ditë që Vjosa Osmani ende është në një farë forme e nënshtruar e tij, ose siç i kanë thonë shumë notere e tij. Dhe momentin që nuk do i kalonte, ai do e kuptonte që zonja Osmani po largohej prej tij dhe këtë gjë e ka kuptuar. Pse nuk i ka kaluar zotri Kurti ligjet? Sepse zotri Kurti t'i kalonte ligjet, përçarja brenda këtij grupacioni do bëhej më e dukshme dhe më e madhe, sepse njerëz do e kuptonin nuk do i fitonte më 42%. Që shifitoj. As 51%, sepse do ishte pa Vjosa Osmanin. Dhe zotri Kurti prandaj them se është shumë i zgjuar politikisht për politikbërësit e Kosovës, por shumë i dëmshëm për proceset në për të cilat kalon Kosova, sepse po e shoh që nuk ka asnjë pikë ndjeshmërie për vendin. Thjesht po dëm pushtet. Ja që na ka ndodhur sot. Sot kam na i marr me zor, kam na i marr ato që kom deklaruar me muaj. Kam na i marr me zor, na e mor këshillin prokurorial, e futi në kllopat e vetëvendosjes të pushtetit dhe momentin që ushtrues detyre i presidentit do vi kjo
Albulena Haxhiu, ai do e vendos kush do bëhet prokurori i shtetit. Ajo punë është e kryme. Po sa jo legjitim të vendosur në këtë moment? Ajo punë, sa ka legjitim, sa 101 sande tjera që i ka bo, sa ka legitimitet ato. Ai po t'i merr sandet me zër, edhe diçka tjetër që ka me bo me zër. Ka me t'i bo këta 2 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese të cilëve ju ka skadu mandati, ata ka mi emëru, kanë mu kry ata, pastaj një vetë mrapa ku t'ju kalon atyre 5-ve bëhet një farë lloj mishmashi sepse kalon koha, ky është duke bler kohë, dhe kështu ka me t'i kap edhe këto 2 institucione. Ky thjesht ka gjetë but. Nuk ka kush me i dalë kundër këtij njeri. Këta opozita janë në gjumë. Falem se po emocionona kur po foli se po foli për vend temin. Këta opozita janë në gjumë, këta s'kan asnjë, këta apelusin zotin, opozita inshallah bjen Kurti. Jo, Kurti nuk bjen pa jashtë në Skomsin. Zotri Shala, jeni në gjumë jo, apo? Unë nuk jam parti politike, isha komun kryetarin e partije, ndashta i shkon ndryshe situata, po... Jo, thash për komendet se përrin shumë i qetë, nuk jem su me të pa kështu. Jo, pen goj Ardianin, edhe qysh, unë pajtona me këto që i tha dhe Aida dhe Ardiani, që është janë që të njetit na që po e denoncojmë Kurtin, njetit po e japin ka pak krah opozitës, sikur po e lastajnë. E unë po menoj që është gabim. Prej opozitës lyp me kërkuar sot përgjegjësi, me që kryeministri edhe forca politike që e udhëheq vendin janë pa përgjegjshëm. Po. Nuk njohin norma, kërkon prej opozitës. Radikalizëm dhe veprimeve politike. Pa qenë radikalizëm. Absolut po. Pa qenë radikal. Në konteksti radikalizëm. E para ka ly me nda mendon. Sepse radikale mund të quhet edhe gjua e cila ka filluar të përdoret. Jo gjua. Ju thoni veprime radikale. Po protesta nuk është mjet antidemokratik. E para. Pas radikal nuk është protesta përderisa nuk agravon. Pamundësia me majtë seancën nuk është veprim jo demokratik. Që ka bo vetëvendosja ple? Se këta thojnë nas bëjmë si vetëvendosja. Nuk është monopol i veves protesta dhe aksioni. Është monopol që e kanë zbuluar shumë për aty në politikë, ose e kanë përdorur si mjet. Po për tek kësaj, unë e menoj që në qëtë situatë ku jemi, opozita parlamentare lyp me nda mendon për një send. A duhet, as duhet. A është Kurti asonsh person që mundesh me negociue. Se i kanë pas 2 tregime paralele kontradiktore. Pyetja a duhet, as duhet, a është asështë për me negociue? Jo, është mirë me kallëzoj opozita. Unë e kam nda me mendon. Unë me lider autoritar nuk negocioj. Fakti që unë e shoh demokracinë si vlerë, kur e kom për balë një autoritar, me to kom veç betejë politike, negociatën e kom pa mundshme. Momenti kur ullëm tavolinë me to negocimit, e ku më bo relativ një monstër që ka tendenca autoritare. E unë ato se bëj. Këta, në kohë i kanë thonë autoritar, në kohë i shkojnë në diskutime. Edhe në fund që është del procesi. Procesi del, kret që shkata shkurti. Pra, me non shkurt, ju ka thonë hajvona. 2025. Në 10 orë e zbuti gjuhën si ju dash taktika, më që shumë e bërdorë. Dhe jo ishit këtu në studio që kishtë të nësë është vetëm ndryshimi taktikës. Këta thanë, doli ishin deputet LDK-s, PDK-s, u nishin klumtur që e kanë rafinu Kurtin. Ndërko procesi i negociatave në hojza për presidentin, forma që i trajtoj, edhe në fund e qiti ato që ka pasme në fillim, të regoj që aj, tashmo nuk ka nevoj më thënë hajvona, që ashtu po i trajton. Pra me këto, edhe autoritar, edhe mutu, hygjim, e me ime të negociata, por me bashkëqeveris, kjo është kontradikt. Pra, na e kemi një opozit, jo funksionale. Po të kishim pas opozit për një me. Po shteti autoritar, pavarësisht sa i ka tendencat, pavarësisht sa i ka fuqi politike, ish dashmunal. Kurti i ka pas 16 deputet në Kuvendin e Kosovës, edhe i ka bon pik MPS, koalicionin e madh PDK-LDK ato. Ndërkohë, këta i kanë bashk 22 PDK-ja, sa i ka LDK 15, plus 6 alianca. Kanë shumë atë përse Kurti, po këty në zoni sioninjot. Ta kanë arru që ka protesta, a i pat aksionin e PDK-s, nuk në falë, rëndësishme. Dollon, për qeshën më të rëndësishme, ku të shkelë sovraniteti, ku legitimon do struktura paralele kriminale, si pas Albin Kurtit, këta bëjnë aksion të i qitë dotëri, dhe me deputet nuk do kanë aty. Kjo është aksioni letë, hajtë sa me shkom përse e faqe. Kjo me depolitizu aksionin si mjetë politik. Pra vetë PDK-ja, po absolut non për opozitarizmit. E kjo për fatë keqë. Do të kthejme një pyetje tjetër për juve në studio, por kam një pyetje për të gjithë ata që po na ndjekin, në anën e djathtë ekranit tuaj është shfaqur një QR kod përmes të cilit ju mund të bëni pjesë e pollit ton për sot, ku pyetja është se a do të përshkallëzohet përplasja politike në ditët në vim. Lani komentet tuaja, i diskutojmë në fund të këtij emisioni. Do të kthejmë tek ju zonja Dërguti, si shikoni ju realisht, tha kemi një opozitë e cila po e depolitizon aksionin e saj. Do duhet të ishte e kundërta?
Po pra, mire tha Zdreni, ka një kontradikt shumë të madhe në qoftë se dikënd e akuzon, apo e quan çfarë presin me të drejt autoritar, qasja dhe mjetet e metoda që përdoren nga opozita përballë autoritarit dhe autoritarizmit janë krejtësisht tjera. Edhe gjëja tjetër që e përmendi pashtu Azreni, çështja e protestave dhe aksioneve janë instrumente të opozitës. Këtë se ka shpik as kurti, as në kohën kur kemi qenë në Azreni në vetëvendosje, pra gjithandej në përbot, opozita e ka mjet legjitim edhe protestën si një nga mjetet që përdor. Sepse kur je kështu i vogël për nga numrat dhe nuk ke mundësi ta ndikosh asnjë proces, ta ndalësh asnjë ligj, sepse tashmë kësaj radhe ka shumicën çfarë do ligji mund të kaloj. Pra përdor edhe mjete metoda tjera. Sidoqoftë, mendoj që megjithatë po më duket që pak kam filluar të këndellën opozita sepse po e shohin tash ku është loja përfundimtare. Mendoj që duke u përpjekur, duke u ndjerë përgjegjës ndaj shtetit dhe duke u përpjekur që ta normalizojnë kurtin, madje kanë duar trokitur për aksionit në veri, e që në fund del diçka keqësisht tjetër. Pra marrëveshjet të cilat i ka pranuar janë jashtëzakonisht të këqija dhe të dëmshme, larg nga ato që i kemi pas në të kaluarën, dhe opozita ka menduar se qasja e tij është më ndryshe, por normalizohet dhe mund të ketë hapësirë për të zbatuar ato që tashmë ishin, por ky ka shku një hap mëtej dhe Republika e Tretë e Kurtit është republikë me zajednicë, me autonomi për serbët e veriut, e cila do ta piketoj edhe territorialisht dhe do t'jetë sepse në momentin që ndodheni, sepse ne flasim gjithmonë për integrimin e pakicave, flasim gjithmonë për bashkëjetesën, dhe ne jemi plotësisht pro saj, mbasi të gjitha qeveri që ka ndodhur. Por pse duhet të njëjtit të ke një pasaport tjetër në të cilin shumë Kosovë me të hija, dhe pse duhet të jetosh në Kosovë kur ti ke një pasaport jashtë shtetit të Kosovës, pra ti në pasaportën tënde nuk e njeh shtetin ku jeton. Ja, në fakt është pasaport e Serbisë. Domethënë, kjo është një hap drejt zbatimit të marrëveshjeve që ky zotriu i ka sjell këtu, marrëveshjen e Brukselit bashkë me aneksin e Ohrit dhe në emër të integrimit të serbëve, domethënë do të bëj dezintegrimin në kuptimin faktik, territorial, duke vendosur nivel të tretë të pushtetit dhe tjerë, që do të jetë shumë më vështirë e menaxhueshme sepse është forcim i strukturave dhe ndërtim i strukturave të reja, e cila mund të kulmojë edhe madje me një kuvend paralel të serbëve të asociacionit. Pra, do të jetë një ndarje e brendshme që do ta defunksionalizojë shtetin e Kosovës dhe po e them... Pra, ju thoni gjendemi para bosnizimit, diçka të cili droshë... Dhe për këto, prandaj them që opozita nuk e ka pa në, domethënë, ku është qëllimi final, apo në çfarë drejtimi po shkon. Nuk du të as të spekuloj, as të them cilat janë motivet e këtij njeriu, por që çfarë ka prodhu me negociatat super sekrete, pra duke i përjashtuar të gjitha palët, dhe në kuadër të kësaj ishte edhe tani, domethënë, mos votimi i zonjës Osmani për mandat të dytë, sepse në procese ka parë që nuk është në fakt noterja, po është dikush që mund t'i bëj një lloj rivaliteti apo një lloj kundërshtari në procese e në politikën e jashtme dhe në diplomaci dëshiron ta ketë kontrollin si gjithandej në të gjitha sferat tjera. Prandaj mendoj që përfundimisht me largimin e zonjës Osmani nga zyra e presidencës dhe tani më siç pam ku ky njeri është pika e fundit dhe vetëm me të cilin do duhej të komunikojnë ndërkombëtarët, e pam që e përdori me... A ishte kjo dhe arsyeja pse u përdor në këtë? Po pra, sepse tash ky ndërton fushatën, ndërton arsyetimin, ndërton rrëfimin, pse nuk u zgjodh presidentja e tjerë, i nevojitet pak më shumë kohë, prandaj që i... Po kjo është për çështje brendshme. Në aspektin ndërkombëtar, në lidhjet tona me mes, sa dëmtuam nga ky moment? Po mendoj që, domethënë, me që ndërkombëtar do ta kenë një person. Cili është kanali jonë i komunikimit me SHBA-n momentalisht? Prandaj i përjashton të gjitha dhe i detyron që të deshën apo s'deshën të komunikojnë me të. Pra, kështu duke i përjashtuar çdo kanal tjetër paralel për t'i detyruar madje edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që të
komunikojnë direkt me të. Sepse kam dëgjuar me shakat të kësa po thoshte një mik, i imi në një emision sportiv, tha Ministria e punëve të jashtme sot në Kosovë është Federata Futbollit të Kosovës, sepse është i vetëm institucion që na sjell suksese nga jashtë. Mendoni se realisht kaq poshtë ka roka tune? Po, faktikisht ne kemi pas një ministri të jashtme e cila ka sjell vetëm skandale, ka është takuar, mos tingëlloj banal, por është e vërtet, ka shkuar me paret e shtetit, është taku me taksistat e New Yorkut. Nuk ka arrit që me u taku me njerëz të cilët i çojnë proceset për para. Por para se dal aty, do doja të ndërlidhem pak me Azdrenin në këtë se ne çapo e shoh debatin edhe çapo e shoh problemin e Kosovës është se vendi ose si thot një shprehje, bota nuk është e keqe pse njerëz e këqij bëjnë keq, por pse të mirët nuk bëjnë asgjë. Edhe në këtë rast, nëse e marrim për punën e Kosovës, është sepse opozita nuk po bën asgjë, prandaj Kosovës po ndodhin gjërat e këqija. Çfarë do të bëjmë te opozita, një koalicion të madh, një strategji tjetër, do doja ta di nga të tre këtë përgjigje. Ato isha duke u mundu të ndërlidhe me Azdrenin, për shembull kemi rastin e një prokurori i cili dha dorëheqje. Pse nuk e merr opozita si kauz, pse dha dorëheqje ai prokurori? Çka u ka ndodhur brenda këtij sistemi? Si u kap? Ju thoni që shantazhon prokurorët dhe pastaj jo, ai njeri po del po tregon që i marrim dosjet, a din çfarë do të thonë me marr dosjen prokurorin në korridor. Njerëz nuk i kuptojnë këto sande, po ti me pas dinjitet me kon prokuror, edhe me të mbulon dikush me marr dosje korridoreve, i bjen me të nëpërkam ty institucionin e gjithçka tjetër. Por, këta munden me marrë me bo si çështje me ndërlidh, mos ta hupi esencën çka jam të thonë, me ndërlidh çështjen e dorëheqjes së prokurorit, me ndërlidh me kapjen e kryeprokurorisë ose Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe me i tregu popullit se si ka e kap sistemin, sepse Albin Kurti nuk vjen me antikorrupsion që është po mundohen me bo këta, se me antikorrupsion ardh Albin Kurti në pushtet. Kjo është matematike dekve për këtë punë, sigurt është. Pastaj është aspekti tjetër të cilin ndeshta ta elaboroj është puna e këtij asociacionit. Zotri Kurti, kur thosha unë se Zotri Kurti fillim, kur filloi puna, filloi targat, e filloi me hek dinarin, e filloi këto, edhe unë delsha në studio thosha që Zotri Kurti ka e pastron terrenin, më aq fort në diskreditoj në për rrjetet sociale sa që i merr shajnat vetit pse po flas, por e disha që është e vërtetë edhe pse ishte e dhimbshme, e unë pavarësisht se e dhimbshme është e them të vërtetën. Dhe opozita në atë kohë, kur unë i thosha këto fjalë, e përkrashin veprimet e Zotrit Kurti. Do me thonë, kemi një opozit që nuk din ku ka shkon ky njeri. Mirë, qartë, por kemi edhe një proces i cili po na afrohet, do doja të merrja edhe nga një koment për çështjen e presidentës, në këtë rast në zgjedhjet e reja, cili do të jetë pozicionimi i saj sipas jush dhe cili do të ishte një pozicionim më i fuqishëm në kuptimin e kashillokut apo oponencës politike që do të mund t'ja bënte në këtë rast vetëvendosjes. Por besun e ma rëndësishme se sa ku pozicionohet, se qyshe e vazhdon betejën ose karrierën politike Vjosa, por mua është e rëndësishme cilit hapa kam i bo Vjosa deri kur kemi zgjedhje. Okej. E nëse performon që është që është ka nisë nga dita e parë, kër e konfirmoj vetës që nuk është më në ekuacionin e Kurtit, për bes ka me qene parëndësishme, pavarësisht ku pozicionohet. Për mu është ka e hup lojen. Në synt e mi të pakton, Vjosa Osmani ka del keq. O ka për kraje të madhe nëse shikon rrjetet sociale, nëse Qyre, unë i këmë thoni send, rrjetet sociale ato janë reagimet momentit. Ne kemi pa kër e ka ato reagime pasqyrojnë diçka. Dëgjon, po veç, po në rëmë për një natë. Na kemi pa kër e kandidon Glaukun në faqet e vendosjes, me qindra ose mira komente të kritikuave vendosjen pëse nuk o Vjosa. Te nesërmën, ose pas 2 ditë të ri, kur doli Vjosa të qimë peka në emision, me qindra e mira komente kundër Vjosas. Që i bjen, aty o aktivizu, qatë natë, o aktivizua aparati, garda e propagandës e vendosjes. Ata këtë flus kësa puni, që që e plasi Vjosa, let me shumë letësi ma dje, të pa imaginushme për fatë keq, edhe nga nga e Vjosës, e përmbysin situatën. Pra, për mu Vjosa, që ka bombat emision, edhe që po silë publikisht, pak të ndaj ta sa ka folë, është ka konfirmon Albin të akuzën. Ajo i tha i rezikshëm, i rezikshëm. Bashk udhëtarë jytë politik, Albin nuk foli hiq. Veç tha, kini me pa skenarin. Këtu ka skenar. Pra, këtë
investimi propagandus i BV-s është me thonë që Vjosa ka tash plan me opoziton. Mirë, Kjo po del pja dëshmon. Mirë, po kjo s'do Naivisht ose pa naivitet, po del pja dëshmon. Kana ahin LDK, ahin PDK, ahin AK, a bëjnë listë për bashkët. Por mund ka rëndësi dhe dekreti, nëse i del antikushtetues, por bes ka me qenë më person pa pesh politike. Zonja Dërguti, si shikon ti, në anën tjetër, komentet reale vinë në afekt. Pra, dhe nëse i shikojmë, kur nuk ishte i organizum kjo pjesa propagandistike, kishte komente shumë pozitive, zonja Osmani. Këndvështrimin tënd, cila është foleja që do t'i flente më shumë base në procesin e ri zgjedhor, apo forma se si t'i qase zgjedhjeve? Po pra, tash do të shojmë, do të shkoj duke u rritur kjo puna e sulmeve, linqimeve, sepse kjo lloj propagande nxit sentimente me sentiment mobilizon njerëz. Dhe kjo është vetëm fillimi. Por zonja Osmani nuk do të harrojmë që ende është në zyrën e presidentës, dhe më thonë presidentës, dhe deri më 5 prill, po besoj që është e kujdesshme dhe do duhej të ishte e kujdesshme në deklarimet e saj, sepse ende mban, pra është me mandat të plot, është e plot fuqishme si presidente dhe tek pas 5 prillit, kur del nga e zyre, atëhere fillon përgatitjet për t'ju futur garës, mendoj që do të kemi... Po si shikoni, sepse jemi krejt në fund të kësaj bisede, ku e shikoni pozicionimin e saj? Me shumë gjas, zonja Osmani do të formoj sërish një listë, sepse si duket pjesa më e madhe Guxos do të mbesin aty, ose së paku ata që janë në krye të tyre, edhe pse kemi pa një dalje të tyre, të disa prej tyre, dhe mendoj që natyrshëm do të mund t'i bashkoj listës së LDK-s. Sidoqoftë, mendoj që është një pozicionim i ri dhe besoj që pavarësisht përqindjes për cilën nuk dua spekuloj, do të ketë ndikim në rezultatin zgjedhor, sepse do të ketë një ndarje. Unë shoh njerëz që vazhdojnë ta duan zonjën Osmani për presidente pavarësisht, mendojnë që ka kryer mirë detyrën e saj, angazhimin e saj në skenën ndërkombëtare e vlerësojnë dhe mund të jetë kjo çare, po sërish po them, varet rrëfimin që do ta ndërtojnë të dyja palët gjatë fushatës, edhe rreth kësaj prishjes apo ndarjes se cilat janë arsyet e vërteta. Le të shpresojmë se të ndodhë ajo që është më e mira për vendin. Për fund doja ta shikojmë vetëm rezultatin e pollit, do të shkëputemi me publicitet, në fakt me një shpizë do të rikthehemi me diçka krejt tjetër, ato të përshkallëzohet për plasja politike në ditën e vim. Interesant, 71% e votuesve tanë mendojnë se po, mbase edhe janë të bindur dhe e presin. Tani më janë bërë edhe të lexueshme lëvizjet politike, zonja Dërguti, zotri Gaxheri dhe zotri Shala. Faleminderit që ishtë në Kosova Today, ka që kishim kohën televizive për sot dhe ishte kënaqësi t'ju kemi. Kënaqësi, si gjë. Mirë, shkëputemi me një shpizë dhe rikthehemi me një intervistë nga Austria, atje ku 4 persona kanë humbur jetën në mesin e tyre 3 shqiptar në vendin e punës. Detajet i kuptoni menjëherë pas rikthimit në studio.